Një informacion mbi lidhjet romantike të bosit të drogës Nemesio Oseguera çoi autoritetet meksikane në vend strehimin e udhëheqësit të kartelit në një qytet të vogël të shtetit Jalisco, ku ai u vra, thanë autoritetet meksikane, në rrëfimin e parë të operacionit që shkaktoi dhunë në pjesën më të madhe të Meksikës. Të paktën 62 persona humbën jetën në operacionin e të dielës në mëngjes për kapjen e Oseguera, si njohur si El Mencho, dhe në dhunën që pasoi, përfshirë 25 pjesëtar të policisë ushtarake të gardës kombëtare dhe 34 anëtar të dyshuar të bandës, ndërsa besnikët e kartelit i vunë flakën makinave në shumë shtete, thanë autoritetet. Presidentja e Meksikës Claudia Sheinbaum tha të hënën se situata po normalizohej dhe postobllogjet ishin nën kontroll. Megjithatë, Meksika forcoi sigurinë në Jalisco, fortesën e kartelit famkeq Jalisco New Generation të Osegueras, me vendosjen e 2000 trupave, dhe meksikanët si edhe turistët në qytetet e famshme bregdetare të vendit u tmerruan nga përhapja e shpejtë e dhunës edhe në skajet më të largëta të Meksikës. Vdekja e Osegueras është një goditje për Jalisco New Generation, një sipërmarrje kriminale shumë e larmishme dhe një fitore për qeverinë e Meksikës pas presionit nga presidenti amerikan Donald Trump për të goditur kartelet. Megjithatë, fitoria mund të çojë në dhunë të mëtejshme në një vend që tashmë po përballet me vite vrasje dhe zhdukje, si pasojë e krimit të organizuar. Oseguera, udhëheqësi më i kërkuar i kartelit në Meksik, ishte truri i Jalisco New Generation, rivali i kartelit po aq famkeq Sinaloa. SBA kishte ofruar një shpërblim prej $15 milion për informacione që çonin në arrestimin e tij. SBA ofroi informacione për të ndihmuar në përcaktimin e vendodhjes së saktë të El Menchos në qytetin Tapalpa, ku autoritetet meksikane e gjetën atë, por zyrtarët meksikanë theksuan se ishin ata që drejtuan operacionin. Nuk kishte pjesëmarrje në këtë operacion të forcave amerikane. Ajo që pati ishte një shkëmbim informacioni, tha edhe presidentja Sheinbaum.